njëti, ose që ndatë 18, je që ndatë 10 në spital se po trajtohesh nga një smundje, vjen data 20, s'ka më analiza, do presësh muajin tjetër. Po mjeku, si do e kuptoj që si ka funksionuar ose si po ecën trajtimi atij personi pa bërë analiza? Nuk ka formë tjetër mjeku, se nuk e ka as me të prekme, as me nuk e di, me imagjinuar, as në mbi fuqi që thjesht e prek pacientin, se e doktori i mrekullive, ai filmi i famshëm, që me të prekme ai e kuptonte se çfarë kishte pacienti. Ne s'kemë mjek tillë. Ne duhet bëjmë analizat. Aty kemi ne atë rëndësinë e diagnostikimit e trajtimit e tjerë. Por nuk ka, thot shteti. Jo, ti nuk do smuresh, thot shteti jon, që nga data 20 deri në datën 30 apo 31 të çdo muaj, sepse ne nuk kemi fonte. Dhe çfarë ndodh konkretisht? Shteti jon, Shqipëria, bashkë me Ministrinë e Shëndetësisë dhe koncesionari i kanë përcaktuar këto rregulla që në fillim dhe ai ka thënë, ti për çdo muaj do kesh zëm 100.000 lekë. Dhe kur arrihet kota 100.000 lekë, thot unë nuk të bëjmë analiza. Pra ato analiza të rutinë, por edhe analiza urgjente nëse ti ma kalon mua volumin. Pra nëse ti shkon në spital me urgjencë, nuk bën dot analiza. Sepse janë kthyer analiza urgjente për fëmijët për shembull pediatri. Më fal. Nuk kanë bërë fëmijët. Dhe kur u ngrit në datën 24, 25, u bë alarm i madh e tjerë, atëherë i kanë çuar ditën tjetër. Atëherë u kanë pranuar prap analizat, se nuk u pranuan 2 ditë. Dhe unë këtë e kam me fakte. Sigurisht. Kam edhe kontratën këtu të shtetit shqiptar që ka lidhur pra me koncesionarin, ku thon fare qartë, kemi listë pritje, thot këtu, nëse pra rrihet buxheti i muajit të ezaurohet më përpara se të mbyllet muaj, po thot gjithashtu thot kemi edhe analizat urgjente, thot nëse mbushet volumi, thot 5%, thot unë nuk jam i detyruar të bëj më vetëm nëse ti më paguan mua. Dhe ta nuk paguaj. Jo, thot prit muajin tjetër, s'ka gjë nëse ti shkon me urgjencë në spital. Ke një problem ti për shembull me krahun e majt, ke shqetësime e tjerë, do bësh troponin aty për të parë nëse ke infarkt apo jo, nuk i bën dot. Do presësh muajin tjetër, s'ka gjë, le të bjerë infarkt ty. Ti do presësh muajin tjetër. Dhe kjo realisht se më vjen me plas ndonjëherë Flavio se e kanë bërë këtë çështjen e shëndetësisë politik, i majt, i djathtë, ore, smuren të gjithë. Duhet ta kuptoni, smureni të gjithë. Nuk pyet infarkti je i majt, je i djathtë. Nuk pyet apandesitë je i majt, je i djathtë. Nuk pyet asnjë lloj smundje je i majt apo i djathtë. Është smundje dhe spitali nuk duhet të ketë politik përveç se do duhet të ketë shërbim. Qoftë një qeveri e djathtë, qoftë një qeveri e majt. Fëmijët Osman, nuk janë as majt as djathtë, janë fëmijë. Po prandaj pra, ore, se realisht këtu në këtë vend nuk e di çfarë gjithëpore i kanë bërë, por realisht është çmenduri se nëse ti nuk reagon dhe ke shëndetësia, që mund të prekesh në çdo lloj momenti, në çdo lloj kohe, po fëmia yt, po nëna, po babai, po motra, po vllai, unë nuk e di çfarë mund të ndodh tjetër që njerëzit të reagojnë. Ore është shëndetësia, do shkosh në spital, do shkosh në urgjencë, nuk bën analiza, do shkosh ke spitali onkologjik, s'ke ilaçe, do të bjerë një goditje në kokë, nuk ke trombektomi, do të bësh një PET scan, nuk e bën dot në Shqipëri, po do të marrësh avionin për të paguar, nuk e di sa para, 1.500 deri 2.000 euro me gjithë hotelerin për të bërë një PET scan në Turqi. Po do të shkosh ti për të bërë ekzaminime të tjera, nuk ka pajisje. Pra, nuk e di domethënë çfarë drejtin ka që ky popull të mund mos agjitohet për të thënë ore, prit pak. Okej, ti po vjet ke rrugët, okej, ti po vjet me kopshtin Eden. Okej, ti po vjet nuk e di me çfarë ti po ndërton, me satelite, me inceneratore, me tjerë. Por të paktën na siguron shëndetësinë, se unë e kuptoj që këtu reagimi është bërë realisht nuk ka reagim për asgjë. Por të paktën ke shëndetësia sepse ore prekesh drejt për drejt. Prekesh drejt për drejt sepse do shkosh në spital. Po su trajtove, do vdesësh. Nëse ti pastaj jetën tënde e ve përpara partisë, e përpara nuk e di, shtetit e tjerë, dakord, rri, qëndron në shtëpi, do vdesësh. Por do na dalë si ajo historia e zotërisë në 2022-shën, më çonte mua mesazhe që jo, si ka qenë shëndetësia përpara, pse atëherë merr një batania në spital, s'kishim këtë, s'kishim atë. Unë nuk po bëj betejë që atëherë ka qenë më mirë apo më keq. Unë po them si është në 2026-ën. 2026 ti nuk bën dot analiza. 10 ditët e fundit muajit. Shkon ti tek mjeku i familjes, nuk bën dot analiza. Do dalin pas një muaji e gjys. Analiza tek mjeku i familjes është pjesa tjetër. Ja po ta them Flavio, po të shkosh ti tek mjeku i familjes, si i smur kronik me një smundje të caktuar,
mjeku që të t'jap ilaç